Nita, fillimisht falenderoj shumë që pranove për këtë intervistë, me gjithë angazhimet që i ke. Së fundmit të kemi po që ke qenë aktor kryesor në një film udhëtim në pranverë. A mundesh pak me na do pak të copësa nga momentet më interesante që ke pas ose po them kushtimisht më të sikletshme gjatë atij filmi, edhe e dyta kur pritet që premiera me u jap ekskluzivisht edhe për Kosovë. Shpajt njerë faleminderit shumë për ftesën, se për mua është kënaqësi me folë sidomos për projektin që tash më të fundit që e kam sfidu veten edhe në aktrim. U konë një eksperiencë tepër e mirë, normalisht që u konë sfidë për mua se është hera e parë që kam punu me një film të metrazhit gjatë. Edhe u konë një eksperiencë e jashtëzakonshme, kam shiju shumë. Ka pas skena të sikletshme, ka pas skena që ndoshta kom menu që nështë nuk mëjmi po ja kom bajt falë një ekipës tjashtë zakonshme që kom pas shumë fat në filmin e parë me punu me njerëz të tillë si Fatmir Doga, cili është regjisori i filmit, që e përshëndes shumë. Gjatë krejt filmit, ajo kom personi që i kom besu verbërisht në çdo skenë se çush me vepru, çka me bë, kështu që e kom pas një lloj dirigjenti gjatë krejt kohës, edhe në moment kër e kom pa filmin, se se kom pa derisa ka dalë krejt, e kom pa që ja kom dalë goxha mirë, edhe jom shumë e kënaqur me kompletat pjesën që e kom pa une. A ke njoft më herët Fatmirin apo vetëm gjatë kohës? Jo, se kom njoft, u konë interesant, aty ne ju ka desht një qikë që merret me sport, një qikë e Kosovës, edhe rastisht ajo qika që e ka shkruajt tekstin, Tea Duljellari, më ka pa në Big Brother, në disa momente unë e kam ushtru, edhe aty e ka pa pak karakterin tem, po edhe më ka lypë në Instagram, thjesht ju kam kujtu si personazh, edhe ajo fillimisht ka besu që une muj me kone duhuna për qatë rol. Si aktore kryesore, sa ja u caktove çmimin e fundit? Ata është për çmim. U konë me përqindje. Nëse lyp për shembull një skenë ekstra, veç ja bëjsha qit në kishin, kaq kushton putja, kaq kushton me hinuj, kaq po bëja i gore. Jo, u konë një pagesë e kënaqshme, u konë një marrëveshje që jemi konë okej 2 anë. Kështu që na ha neve shqiptarëve me ditë sa është për afërsitë, po s'për. Kena qef me ditë rrogën e tjerëve valla. Na pëlqen me vetë dikon apo punon shumë, s'ka ki rrogën. Okej, Nit, qysh po e nin tash veten këtë rolin e ri, këtë profesionin e ri, apo mendon me vazhdo tutje si aktor, a kishe po veten edhe në filma tjerë ose në seriale? Shpat, une fillimisht parim e kom kështu kom qef mos me bua si plane me vija trasha, se disa raste njetë jeta vetë mi ka thy do plane. Për shembull ti ke planifiku me bo diçka, po ka ndodh diçka njetë që ti s'ke mujt që ata me bo. Kështu që po besoj nuk i ke thonë. Qatë tip dëshprimit, nuk është që bëj planit mdoja ose nuk i planifikoj. Parim e kom me bo diçka që kom qef edhe që pëlqen. Aktrime pëlqen tepër. E kom provu vetën para një 10 vjetë me një serial dhe më ka pëlqyer shumë. Edhe nuk është që po dalë shumë jashtë kornizave, për shembull na kemi pa shumë artistë në krejt botën që janë këngëtar, po bojnë edhe filma, që kisha pas shumë qef është me konë edhe me ndonjë film tjetër, me vazhdu projekte, po në atë mënyrë me shfaq edhe pjesën e këndimit në qatë film. Kështu që jo me hapën, pse jo, nëse vjen një ofertë për një film tjetër, i pëlqej dikujna që shkom aktru, normalisht që nuk i kisha thonë jo. Urojmë që shumë edhe në filma turk ose më gjerë, për shembull. Në Bollywood, më nëjtë. Filma turk, po, me i rem, diçka. Miri shkon. Nit, përveç kësaj pjese e përmendën në fillim puthjen. Gjë që zakonisht puthje. Në shoqërinë tonë paksa paragjikohet ende i kemi ato paragjikimet e po them kushtimisht thella, edhe qysh u ndjeve në ato momente, qysh a e ndjeve ta më puthjen kështu, po më intereson edhe a u shkrive, edhe e dyta po më intereson qysh i ke marrë këto reagimet e njerëzve masanena, ose atë kanë hyrë në vesh, atë kanë dalë tjetër në vesh reagimet e njerëzve.
Do e pos parasysh çfarë shoqënie jemi? Po, qëra, unë menoj që shoqënia jonë zë të ma shumë, sa po shohem, sa po emancipohemi, sa po mësojmë, sa po evolon. Po, thjesht është një pjesë e aktrimit edhe që është pak sukun e lehtë. Nuk është e lehtë me uajo skenë edhe shumë skenë atjera, nuk është e lehtë me konë me një film edhe je tu dashuru në një person që nështë ati je dashuru me ndikon tjetër, jashtë filmit. Po, kënë se, po. Nuk ka qenë e lehtë, po në moment që e kam lexu skriptën e filmit edhe e kam pa komplet karakterin tem dhe peshën e rolit që e kam në film, që u një peshë shumë e madhe. Filmi është qaq kuptim plot sa që unë jam konë okej me bo dhe atë skenë. Kështu që jo, nuk kam pas ndaj problem, edhe në fund ditës kur disa njerëz të tu, të shpirtit edhe që i kitë afërt, normalisht që ti e bani bashkë bisedim për filmin, edhe nëse edhe ata janë shumë okej edhe të përkrahin, atër ty ta jem një farloj force dhe një farloj vetbesimit që okej, nuk ka problem, muj me bo edhe këtë skenë. Mas ne, po flasë edhe për Gjergjin, Drenin në film, do me thonë, komplet bashkëpunimi me ta, kemi pas një kemi të jashtëzakonshme, një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, kemi pas një farloj mirëkuptimi mes janë një tjetër, kështu që edhe ai mi ka lehtësu shumë pjesë të filmet, kështu që edhe ato e kisha falemderu shumë, e kom shiu tepër shumë filmin, se edhe ai këngëtar, artist, ishim pak a shumë të njëjtë atë ujna, edhe e kuptojshim një tjetrin, kështu që kjo e ka pas një lehtësim shumë të madh në film. Më mbeti bash në fillim pyeta për premierën ekskluzive në Prishtinë. Po. Filmi po vjen me 3 prill në Prishtinë. Në Cineplex në Prishtinë, me nxi po pres se disa video që i kam qitë në Instagram, kam marrë shumë mesazhe prej njerëzve kur po vjen në Prishtinë filmi prej shoqënisë, prej njerëzve të mi. Jam shumë me fat se kam edhe shumë artista, shoqe, aktor, muzikanta e shumë profesioneve tjera që janë të prit me shumë qef me e po filmin. Përndryshe përpos në Prishtinë është edhe në Prizren, në Cineplex, me datën 4 është edhe në kinemani Pejës. Ka mesazhe edhe për me shumë filmin Zvicër, po tash duhemi me i menaxhu dosane dhe me këshyr, kisha pas shumë qep, sa ma shumë e pa njerëz të filmin, se është një film shumë i këndshëm. Është një film ngjarje për ditën e verës, në Shqipëni e festojnë ditën e verës në mars, edhe komplet ngjarja bëhet pak a shumë në Shqipëri, në jug, i tregon pak pjesë bukura të jugut të Shqipënisë, mas e lidhet edhe me Kosovë, filmi këto janë nis, ka aktor të Kosovës, Shqipërisë është bu një lidhshmëri tepër e bukur, edhe është një ngjarje shumë e freskët, shumë e bukur, është komedi, romancë, aksion, kështu që është një ngjarje tepër interesante. Po qëndroj edhe pak tek profesionet e tua, po më intereson rreth muzikës. Kur do ta shohim Nita Latifin një rikthem të fuqishëm prapë në muzikë? Shpat, projekti jam i fundit kënë në festivalin e RTS-s. Ato edhe mora pjesë për herë të parë dhe u kënaqa shumë, e shijova tepër. Po masi që e kryva festivalit, kom pas një festivalin, se po buna se asi që si din kohënat. Masi e kryva festivalin, kom pas një intervenim të vogël, i kom heq bajamet, kështu që më ka desht pak një kohë me pushu. Kam disa projekte në studio që i kom lanë si në gjysmë. Plani jam për këtë vit është me i vazhdu ato këngë, me i bo, edhe normalisht nuk kam marrë malli me bo muzikë, edhe një qone bëj muzikë live, kam në jatë ndryshme, koncerte ndryshme, jom aktive gjatë krejt vitit, kështu që e kam fiksionim njerë me u këthy. Ja nis me bo muzikë, po edhe disa projekte që veç i kam nis me spejlon anash. Fa ku jam, kisha me thonë që nështë ky festivali i fundit më la një shije të mirë. Ideja jam është më këthi pak edhe në festivalet në Shqipëni, tash më kena festivalin tonë të Kosovës, kështu që nështë edhe festivali, po nështë edhe projektet mija të kështu. Po kaloj pak tek
personalja pasi që të kam të një intervist edhe po më interesojnë disa prej momenteve tua përgjatë të këtyne vite sin karrierës ose sin personale, a ka momente kur Mita Latifi si me thonë kushtimisht ka kalu sfida në për cilat publiku ndoshta nuk i din diçka që kështë mujtë me na shkoqit nga jeta jote personale përgjatë tyne tonë viteve, ose ndoshta që e ke mbojt në vetë vete, diçka tillë. Një ser interesant që më ka ndodhë dhe që më ruan me në që tashme një herë, është gjatë kohës 2 muaj pak para pandemisë. Deri gjatë krejt që asaj kohë, unë jo marrë veç me muzikë. Nuk kam punu kur gjë tjetër, do me thonë, edhe ai besimi jam që unë jam veç për muzikë, unë veç kam me kënu. 2 muaj para pandemisë, pata probleme me vokalin, edhe më shkoj zoni. Edhe një sen shumë interesant që më ka ndodhë është që e mora një ofertë për me punu në radio. Edhe ajo kur një sfidë si për e madhe për mu se isha 0 ditë eksperiencë që shko mja dojnë. Po në anën tjetër, s'kisha qa me punu, me ta pa punë, me ta pa se tash i të vetme të ardhën ai kisha prej muzikës. Exakt. Edhe ajo ku një këthes shumë e madhe në jetën temë. Me bu diçka jashtë krejt asaj që e kom bu deri tash, me punu në radio. Po nështë një për këthesave ma të bukra që i kom bu në jetë. E kom shiju jashtë zakonisht shumë. Tepër jom kënaqur edhe mas nej. Edhe masi që u regullu ajo të lashka që e kom pas me vokal, vazhdova punën në radio dhe për një kohë të gjatë, edhe u kon një prej gjanave dhe punëve ma të mira që i kom bu një jetë. Po ndolna pak, nuk kom qora pa përmende dhe eksperiencën tënde në Big Brother, edhe pse kanë kalu tash pak vite, po më intereson qysh ka qenë krejt që ajo eksperiencë e jotja, edhe çka ka mësu Mita Latifi prej përvojës në Big Brother. Ose a u ka një pikë kthese ku ta ka ndryshu jetën për diçka? Po. Qure të bëhem i ferë, shumica, mos të më krejt, na që kemi marrë pjesë në Big Brother, ja kemi pa shumë hajrin. Si prej anës profesionale, punëve, du me thonë nëse te e ki pas një derë ose 2 dyrë qelë për punët e tua dhe mundësit e tua, mas Big Brother i ki pas një 20 dyrë qelë, kështu që unë ja kom pa shumë hajrin, edhe nuk jam pishman asë një moment që kom marrë pjesë. Qa kom su prej vetës? Në atë shpi, do me thonë te, në ato rrethonat, nështë atë thëmë në disa momente ekstreme, ma e mira e kryq asaj është që kime njoft vetën, kime njoft shumë vetën, edhe kime une kom su shumë me u mbështet të vetja, se aty është loj, edhe gjithë se cili, sa do që mënesh me pas raporte të mira me disa njerëz ose me krejt, në fund krejt asaj është një lojë që te dosh me u mbështet veç të vetja. Kështu që më ka mësu që në jetë s'pari e ki vetën, që dosh me besu shumë në vetën edhe mos me i haru ato fuqitë e tua që i ki mrena. Më ka mësu pak edhe sajo me fort psikologjikisht me i përballu të rrethonat, që nuk e kam ditë. Edhe më ka bo njeri pak ma të dërushëm, edhe pse bëllem kohën njeri, kështu e shquj vetën që nuk jam njeri që eksplodoj, po aty, dhe me thonë, më ka mësu me i marrë sanët pak ma easy edhe me marrë kohën tane. Kur je dollë për Big Brother, po besoj ke po shumë video tua, ke mendu që ke thonë që tu njët pas ke reagu keq ose pas ke reagu pak? Po, normal, shpat qëre, në moment që kom dollë, mas 3 muaj e gjys, në moment që ti s'ke ditë kur gjo për vetën, edhe po e shë për me mina lajme për ty, normal që u ko një shak. Edhe normal që në fillimet e dolljes Big Brother, vëmendja është tepër e madhe, edhe në çdo intervistë çka do të që thu, ki me u kryqëzu prej njerëzve, ki mu akuzu, ki mu gjyku, jo te e pate gabim, jo te e pate mirë, te e pate keq. Normal që prekësh, normal që është pak vështirë derisa të mësohesh me ato, po në fund krejt asaj njerëzit janë të tillë, jo krejt kanë me dashur. Ka do njerëz që kanë me gjyku, ka do njerëz që kanë me pajtu me ty. Unë nuk jam pishman edhe jam kitë okej se në çdo moment e kom thonë menimin tem. Ndoshta çfarë shtom, okej, kom pas keq çka kom thonë,
po në çat moment kom mendu që çajo është më e mira dhe çajo është e drejta. Kështu që unë jam shumë okej, njerëz me e kuptu që jemi të gabushëm, jemi të përmirësueshëm, më rëndësi është që ti me kuptu çka ke bo, pse e ke bo, edhe me jetë tutje. Ku e sheh veten pas 5 vitesh? Pas 5 viteve. Me beba. Qëre, po foljet e ka pjesa personale, profesionale. Normalisht planifikoj në një të ardhme të ofert me pas familjen tem, me bo fëmijë, kom qef me bo fëmijë. Po edhe përveç kësaj, e kam një pikë njëzë shpat. Kom qef shumë me u kualifiku profesionalisht si vocal coach. Kështu që i kam do farë menime në kry që po më zim, kështu që në një të ardhme ose mas disa vjete me bu një lloj kursi ose një lloj shkolle që mundet me certifiku si një vocal coach që me punu me talenta të ri, me artista të ri, me ju ndihmu pak me u zhvillu vokalisht, me punë ma mirë, me pas një vetë besim, me u shkollu, se dhe kjo një farë shkollën veti. Kështu që këto janë do mini plane dhe mini sene që i shoh, po plane konkrete dhe plane shumë të mëdhaja, s'kam qef me bo. Apo na e zbulon ekskluzivisht, është në një lidhje njëta? Tashmove që kom tregu që po jam në një lidhje, ka që jam në një lidhje, edhe kaq. Mirë po ecën gjithçka? Mirë është. Na i fejes diçka tillë offer? Qëre, kur të ka diçka ju tregoj. Para praktisht, ha? Ju tregoj. Këtë vetë ju? Mirë jam, rahat jam, për krahje kam, për çka do që po bëj. Kështu që për mu kjo është një përmbushje shumë e madhe. Është nga Kosova i djali? S'ju tregoj më shumë. S'po na tregon, okej. Te pido kafe. Po më intereson qysh i shën synin ton meshkuj kosovar. Sidomos viteve të fundit, po aledohet shumë që ka nis me u bë pak, po thon kushtimisht si princesha, masani meshkujt kosovar, nuk po i trajtojnë femnat qysh duhet, po presin që me u shkru femnat të parave tash meshkujve. Po i shoh nëpër social media ton kohën, femnat po thonë njën bosi princesha, meshkuj kosovar nuk po na trajtojnë qysh duhen, në anën tjetër femnat nuk po punojnë, po presin me i mbajt, po thon kushtimisht meshkuj kosovar me u ble Louis Vuitton, Versace, nuk po punojnë vet. Qysh po i shet i këto? Qëra, une menoj që mashkujt kosovar janë shumë okej, janë shumë të mirë. Nësë të harrujnë që janë shumë punëtor. Edhe një sen që e vlerësoj shumë, për shembull që nuk e di, unë menoj që të pakt nëse sheh për shembull del, se tash na u kanë liberalizu vizat, ishe edhe jashtë na përbotit që ka ndodhur. Një prej vlerave më të mëdha që i kena na është që mashkulli, unë e menoj që halo vazhdon me marrë një barë goxha të madhe të familjes, me u kujdes për familje, me i marrë ato përgjegjësitë që ndoshta nëse në fund ditës e shohim nuk i ka obligim ndoshta, po kujdeset për familje, kujdeset për prind, kujdeset për gruan, fëmijët, për krejt, normal nuk po them që edhe gruaja nuk e bën atë sen, po barem shpat unë nuk pajtona me këtë sen që janë të ndryshu. Unë menoj që çdo person, çdo individ çka të lyp e gjen. Nëse ti je tu e lyp që shpo thu ti një princesh, ti ki me gjetë një princesh. Po si shoqni menoj që jena të lloj-llojshëm. Këto na krejt i ki. Nëse je tu e lyp një njeri të mirë, menoj që njerë dush më siguru a jetë njeri i mirë. Me këtë gishtin ka vetja është një sen tepër i mirë nëse na ja nisim me e bo. Çka do që jetu lypë njët, këtheu njerë këqyre a e ki ti, edhe mas e lypet e personi tjetër. Nuk është okej, si femna, si mashkulli, me lypë edhe me i pas kërkesat e mdoja, nëse ti nuk i përmbush që ato kërkesat e partneri, se gjithse cili ka kërkesat e veta. Gjithse cili kena qef me uni të përmbushën në aspektet ndryshme, nuk po flasim veç aspektet financiare, sa ato buhen, nëse punoni bashk e për shembull është shumë e rëndësi me përkraju njëri tjetrin.
Nuk besoj në këto princesha, jo ai më shkryti i parë, jo i dytë. Unë besoj në dashni, besoj që duhemi me lanë egon, se janë zave folë tash për një lidhje në total, se nuk kam qef me i ndo, jo ma është kështu femra të kështu, jo, jemi njerëz, edhe le ta marrim gjithë se cili rolin që na takon në një lidhje. Egon anash, me punu bashk, edhe është tepër me rëndësi, me përkra edhe me shty njani tjetrin në jetë, në karrierë edhe në gjanat që na i dojmë. Që kjo menoj që është qelsi i gjithë shkafit. Miliona ato anash, jo ti mu po më trajton kështu, jo ti mu ashtu, jo. Nesja prej vetës. Çka do të thotë koncepti i lumturisë për ty? Koncepti i lumturisë. Qëre, lumturia në total nuk mundet me konë gjithmonë. Nuk mund është me thonë që unë jam gjithmonë i lumtur. Unë menoj që një moment ose një cops e ditës është lumturi. Nëse unë është mund po pi kafe me shpatin, edhe jena të e pas një muhabet të mirë, që kjo është një copë lumturie e ditës sotme. Menoj që nëse ja nisem edhe e gjejmë lumturin në copëzat vogla të ditës, menoj që kjo është ma e mira që mujna me bo. Me jetu të tashmën edhe me jetu ditën e sotme. Ku mendon që shkon një mendim që harrohet? Një mendim që harrohet. Çfarë pyetje interesant. Varet çfarë menime është pat, se ka disa raste që mujna me procesu shumë gjana të këqija se e kena një ditë të keqe. Kështu që shpresoj që menimet e këqija mu zhduk me shku në naj vend që s'kthehen ma. Menimet e mira kam qef shumë me najt edhe me jetu me që ato se shumë gjana njetë nisin prej menimeve të mira. Menoj që menimet e tua të definojnë shumë gjana njetë. Çka i tho vetës kur je para pasqyrës? Pa, sa e mirë. Jo, po beja i gare. Unë kam qef shumë me i marrë me humor do sene kështu të përditshme njetë. Zakonisht, kër e këqyri vetën në pasqyre, normalisht që edhe kjo kritë më varet çfarë ditë e kam. Nojherë muj me thonë njët bravo, ose njët je mirë, okej, grahe, ose nojherë thonë pse bre njët do gjana jetu i lanë gjyst, si jetu i vënis, ose si jetu i vazhdu, ose... Edhe pse me thonë drejtë të gjana nuk është që i bëj të e këqyri vetën në pasqyre, zakonisht i bëj të ushtru, të bunaj aktivitet, kur da me bicikl ose kur bëna i vrap. Zakonisht aty e kam atë momentin që foli me vetën edhe nështë mununa me shty pak vetën, me ingut do sene njetë se kom qef ka njerë me nejtë edhe mi procesu do gjana pak ma shumë. Këshka pas qef mos mi procesu shumë, po veç mi shty, veç bëne, me pas nështë pak ma pak tut prej parazgjykimeve edhe prej dështimit. Nëse sot do ta kishe mundësinë të flisje me veten tënde 10 vite më parë, çfarë do t'i thoje? Për të kthena dhe gjithë. Kisha pas shumë qef me i thonë vetës. Për shembull, a e kishe ndru profesionin, a kishe bo diçka më ndryshe? Jo, absolutisht jo. Në aspekt profesionit. Se di pse mu më duket në faqe të pengova të kohë edhe si mjekëshëm. E ki diqysh. O zot, do me thonë, kur jam punë e vogël, kom thonë, më kujtohet kur na pat pyet mësusja, çka keni qef më kur të rriteni, e tash mami, babi mjek dyt. Edhe mësusja më bëj ti kanë atë qef më bë mjekë, se mami, babi mjek. E unë isha shumë e vogël edhe kërkush në klas nuk tha kom qef më bë këngëtare. Edhe mu mi ke marrë me thonë këngëtare, po e mbledha vetën tash jo, mësusja unë s'kam qef mjekë, unë kam qef këngëtare. Tha veç ti këngëtare, tha bile një e pas kemi në klasë. Unë jam tepër e lumtur që prindët e mi kur s'm kanë bu presion me shku në mjekësi, sa do që ata dyt janë mjek. Bile ata më kanë shtyr në shkollë të mesme me shku në shkollë të muzikës, po unë nuk kam shku, kam vazhdu gjimnaz, po jo e kam ditë prej e vogël që muzika dhe arti janë mrena te unë dhe veç e kanë, janë të e prit momentin kur me shpërty. E kom edhe rubrikin e fundit Kë zgjedhë Nita Latifi, Albin Kurti ose Edi Roma? Po tash,
Jetë të thonë diçka shumë interesant, se njëri është kryeministri i Shqipërisë, tjetri i Kosovës, normal që dytë. Tash, të dytë. Okej. S'po du me thonë jo kjo se ai. Të dytë janë të e bëa punën e vetë edhe qaq dytë. Kosovën apo Shqipëri? Mi do si mi vro. Unë halo thëmë që neve halo e kena qatë kufi, po unë halo menoj që jemi një vend. Unë nëse bëj një projekt në Kosovë, shkoj një intervista edhe atje, do me thonë, gjithçka është i lidhur në shpat, çdo sen që ti e bën si artist, kanë me thirrë edhe atje. Festivali atje, promovosh edhe këto. Do me thonë, gjithçka është e lidhur në mes vete. Na shkojmë në Eurovision përmes Shqipërisë, halo, ata kur njët nuk e kanë veçu, ose çështja e Kosova Shqipëria, përderisa na marrim pjesë në çdo festival, në çdo eveniment atje, ata vinë këtu. Filmin e kemi bërë bashkë, do me thonë, janë disa artistë të Kosovës, Shqipërisë, që jena një. Dafina Zeqiri apo Dorota Dora? Dyat janë super artiste, dyat janë shumë aktive, dyat kanë projekte që më pëlqejnë shumë, është ajo krejt, nxjerrin projekte të mira, po pak në ato shijet e mia, qysh prej fillimit, e kam një simpati pak më të madhe për Dorota Dora. E ka stili i saj më pëlqen. Vjosa Osmani apo Grida Duma? Dyat super gra të fuqishme, po hajt këtu pe zgjidhit tash njëna, Vjosa Osmani. Vjosa. Rita Ora apo Dua Lipa? Oja, o zemrën dyjave shumë janë të mira, tepër janë të mira. Normalisht Dua është ma shumë aktive në muzikë. Prej Ritës jemi njoft fillimisht kush jena, po që tash na të vazhdu me na njoft krejt bota, me artin e saj, me gjithë çka që po bën, s'po ka fund suksesi i saj, prap po thëmë Dua Lipa, e jashtëzakonshme. Nita, unë me të vërtetu kënaqem këtë intervistë. Ma bën halal nëse ta kumbën e pyetje pak të sikletshme. Faleminderit shumë, faleminderit tepër. Unë u kënaqa shumë, unë iva tepër rahat, po vjen keq që ka ona politike, e kam një kështu një jo, se nuk kam qef me i përzi artin me politikë, sa do që thojnë përzihen, unë e thamë që jo nuk përzihen. Faleminderit shumë. Faleminderit tepër.